Mungesat e energjisë elektrike janë shumë të rrezikshme, ta dëmtojnë shumë ekonominë kosovare. Po ka energji elektrike, siç është rasti tani, edhe tensioni është më i ulët se 190 volt. Bizneset në krizë, dhoma e tregtisë reagon ndaj reduktimeve të energjisë në të gjithë vendin. Dhoma e tregtisë dhe industrisë e Kosovës ka shprehur shqetësim të thellë për reduktimet e shpeshta dhe të paplanifikuara të energjisë elektrike që po ndodhin pothuajse në të gjithë vendin, duke paralajmëruar pasoja serioze për bizneset. Në këtë kontekst, Fol Drejt ka biseduar me pronarin e kompanisë Meka Halal Food, Burim Piraj, i cili është shprehur i shqetësuar për gjendjen aktuale. Sipas tij, reduktimet e energjisë elektrike po i dëmtojnë rënd bizneset, jo vetëm kompaninë që ai drejton, por sektorin privat në përgjithësi në të gjithë Kosovën. Këto ndërprerje të kohëve të fundit kanë qenë të pa paralajmëruara dhe po ndodhin në kohë të pa parashikuar, pa pritur dhe po na shkaktojnë shumë probleme. Sinqerisht, jo që është çmimi i naftës shumë i lartë, mirë po komplikimet e tjera në procesin e prodhimit edhe në vonesën në punë po na shkaktojnë shumë. Po ka rast kur edhe po ka energji elektrike, siç është rasti tani, edhe tensioni është më i ulët se 190 volt, makineritë tona nuk punojnë. Detyrohemi ta ndezim agregatin për të punuar, për vazhduar procesin e prodhimit dhe është kjo shumë gjë e keqe. Shumë vështirësi të mëdha po na paraqit. Nuk flasim për një biznes, sikur të kishte qenë biznesi im, nuk do të flisnim fare. Po flasim për një shtet, për një vend, për një ekonomi. Nëse shikojmë situatën se si është ekonomia kosovare, mungesat e energjisë elektrike janë shumë të rrezikshme, ta dëmtojnë shumë ekonominë kosovare. Paramendoni kur një lokal, një restoran, një fast food ose një lokal i tjetër ka mungesë të energjisë elektrike, besoni që fitimi ditor i asaj dite i humbët, ndoshta edhe fitimi 2-3 ditëve të tjera. Edhe kështu që ata punojnë vetëm për ta paguar naftën edhe harxhimet e gjeneratorit. Kjo është shumë keq, po më vjen keq pse institucionet tona nuk e kanë kuptuar se sa dëmshme është energjia elektrike kur mungon për ekonominë në përgjithësi. Ne me këso farë mendësi, ne do të ngelim shumë mbrapa Evropës, po edhe ndoshta edhe mbrapa në botë. Dhoma e tregtisë thekson se këto zhvillime tashmë kanë prodhuar dëme të konsiderueshme ekonomike dhe po ndikojnë drejt për drejt në veprimtarinë e bizneseve vendore.